Ty zotrin, nëse përsërit të zgjedhjet, a do deni të votoni? Po tash është zgjidhje po jo, po duhet pak me... Vetëm po jo, nëse ke çka thua diçka më ndryshë, të ndëgjoj me kënaqësi. Po ma ndryshe, sonin ndëgjova do përpara, se do mundon edhe të jashtë vetë. Unë kam marrë, kam për shkak që kem obligim, unë kam marrë veti pesti, kam votu poshtë. Se vitin e kalum, në ka kesh përdor vota. Është vjedh. Edhe si vjetë është vjedh 100%. E do më thonë, është obligimi aty në ma shumë atje me dalë, se duhet, nëse do me shku vendi për para, duhet me zgjedh nga matë mirin. A kuptojnë? Edhe unë tash, unë kam marrë apet. Nuk e le, sikur dëgjuesi ma hershëm, duhet me hjek njën që 6 vjetë s'ka bo kur gjë. I ka shlirimtarët, ku të qunë kriminel, e të qunë që ta kanë vo shtetin. E tash disa pëthojnë, ja, është aratori mirë. Unë mund nuk më interesant çfarë aratori është. Mund më vy njeri punëtor, që edhe që i shtet dur në loq, që qëtë Kosovën për para. E dhe ndërume. Nuk du me thonë oratore, bukure, jeshme, se nuk e pat zonë as për ata, nuk e pat zonë as për ata. Jo, ajo zoja për Amerike e pat, edhe për ata është orator, me shkollë ka njëzë dhe ma tepër, po nuk e të regojnë vetën në orator për punojnë. Nësë shteti do me ecë për para me punë. Duhet mos me vjedhë, hajnia është të ndodhë me të madhe. Kë vetëm i ka qelë punë veti, e asë një se ka krye. Që 6-20 miliard jenë më shumë se që i vynë Kosovës, me 20 miliard Kosova lëzën, pe qoshin qësh, me pas njerin e mirë, menagerin e mirë. A kupton? Ti sa do në shpirt kur ti jesh njëri sinqert, edhe që për shembull djem ti thu që punë e krin ti. Ai që spunon, ato dënon. Edhe a kupton? Se cili ka punë vet, edhe këshia kanë lakmi, e kanë edhe qyteti